tim, ju që jeni të rinj, mirë se erdhët. Unë që jam Danja dhe ju ndodheni tek Danja's Channel. Dhe unë sot po hap vlogun e ri, sepse sot është e premte. Dhe çfarë do ndodh sot? E pare punës njerë, unë duhet të marrë dhuratën me vete sepse do e qoj në zyrë, dhuratën e Secret Santa. Pavarësisht se dhuratat duhet të jepen tek darka e punës. Tani ju do thoni pse s'do e qosh tek darka e punës? Sepse darka e punës është sot nga ora 7:30, diçka e tillë. Ndërsa unë sot direkt pas pune jam për të ikur në Korç me Marin, Redionin edhe Emren, sepse nesër në orën 12 kemi dasmë. Martojmë çupën e Dajës së mamit, tezën time. Po tezja ime është më e vogël se unë. Tani përpara se ti iki në punë, unë ndej çik rrobat. Ja, u tregova këto pijame që bleva te Waikiki. Shikojnë pak sa të bukura, mora dhe masa medium se nuk ishte mas tjetër. Tash hajde mos ka gjë se do më bëjnë. Erdha në shtëpi, hoqa etiketën edhe lexonte aty Hamile. Ishin për grashta të zëna. Dhe unë nuk e pash fare etiketën kur i bleva. Thjesht e vura re që ishin çik të gjëra. Thash hajde varja. Dhe ja tregoj Emrejs. Dhe Emreja që më thot, mos po më sheti çka ti mua? Se më të shmendët. Je shtatzën. Nuk jam. Akoma nuk jam. Jam thjesht e shëndosh. Më është bërë barkaleci, na. Unë po e dhe një lavatrice, sepse i kam robat kaq kapic për të larë, sa nuk kemi se çfarë të veshim. Nuk po ja dal dot me të tharë, nuk po ja dal dot. Ja, thash edhe tek video e kaluar. Duhet patjetër një tharëse. Sa po erdha në shtëpi, është ora 5 dhe na lanë të dalim pak më herë. Jo, në fakt, nuk erdha tani edhe tani 10 minutash, na lanë të dalim në orën 4, që çupat e zyrës të beshin gati për festën e fundvitit. Edhe normalisht si ka dhe unë që të bëjmë gati për në Korçë dhe të nisem. Tani përpara se të nisem, që mos bëjmë shumë vonë, do i tregoj një pakot tjetër që më ka ardhur nga Temu. Këtë radhë kam blerë kasa, siç ju thash herën e kaluar. Njëra nga kasat ose lezetshme. Këtë ngjyrë mora unë më? Se mbaj mend. Po e kam telefonin tani që t'ja provoj. Njëra është kjo. Më pëlqen shumë. Që nga shumë e bukur. A shkëm nasıl? Dhe tjetra është kjo këtu. Shikojeni? Ka këtë unazën, mbajtsen, mbështetsen, po që nuk është shumë e fortë. Edhe në faktu nuk e mora për këtë, e mora thjesht sepse ishte e lezetshme edhe thoshte që e mbron mirë kasën. Kurse tjetra është një çantë që e donte mami, edhe është kjo këtu, nuk e di tash se mbaj mend mirë nga fotoja, sa reale si në foto duket, po është kjo. Pas ka gjithë të gjepa. Gjep këtu anësor, gjep këtu, 2 gjepa këtu. S'po i hap më mirë që të hap vetë mami. Edhe normalisht ka edhe ripin e gjatë. Këto ishin te kjo pako. Pakoja tjetër që ka prap kasa telefoni vjen për disa ditë. Tani urgjencë të nisemi për Korçë, inshallah nuk po na zet trafiku i madh se të merr. Emreja mori nga ato bej pazarë, janë pije me gaz. Edhe i mori dhe një Redionit e i hapi tani. Po këto të shkaktojnë shumë gromësima me qëra fjalla. Emre me fund. Me fund jo se... Ha? Jo. Jo. Pse? Me fund is when you drink it like this, though. One time sadece. Me fund? Me fund. Jo. Po si do është? Jo, okay. Nuk jete, I will try. Jo. No, yavaş. Niye se mos mbytesh dhe na për plas. Maria i dhe Redionin pinje se mos mbytesh edhe na për plas. E mirë? Sa gaz, po shumë e mirë. Shumë gaz, dik gjua. Po. Tani do t'i dëgjojmë këta të dy kur të fillojnë të bilbilosin. Emreja i lëshoj një, po i kisha mbyllur kamerën unë. Mos vjedh. Idiot. Jo. Si vjedh. Se hape. Po mos ata rose pak se u është më frymë 1 minutë. Ngromësit i dhere, Emreja.
Jo. He opened the windows because you burped. Jo. Kjo ty ko këtu. Jo, but this is the proper November. No, I didn't do it for that. It's very hot. Isa keq që sa më mërzita. Dhe vja kura. Cili nga makina? Moj, ku shërinen me? Sa keq më dje, sa vja për të kështë në troç. E për momentin e gabuar. Nuk e të pra pikërisht ishte shumë bad timing. Paka shumë. Ne më në fund arritëm, Noldo? Kom të gëtë në sëtë moment. Po! I ka hapur mami e mrez ngrose se dili se dhe ju ngro me nderja tash i Torocilja. Edhe u çuditu shastis. Bend më rëbëj. Ele me! Arritëm në Korç, shkuam qik të Tezja, i përshëndetëm ata, hengrëm edhe dark, edhe tani po shkojmë direkt për në Dasmë. Sepse këtej nga ne, Dasmat, nuk e dini qofse e dini apo jo, bëhen një javë. Kështu që do vem në kërcejmë. Po, kanë qëtën. Po, do shkojmë të kërcejmë tani. Aleksia është andej, mami erdi që na mori neve. Edhe do vem të argëtojemi pak sot, pastaj do vem të flem, të çlodhemi, se nesër do mrihemi që në pikë të mëngjesit, do vem do bëhemi gati. Kur e keni orarin? Në orën 9 kemi lënë për të pispillosu për floke dhe për make-up. Edhe në orën 12 pastaj fillon Dasma. 11 duhem, jo 12. 11? Po ku arim do të neve në 11? Aşkım. Të trashëgojte. Me trashëgime. Me trashëgime. Ja edhe. E në kokën tuaj. Me trashëgime. Shi zemrat. Dashurit e mia. Darja. Achillea. Nasıl dans ediyorum? Mirë, shumë mirë. Shumë mirë. Mbaruam së kërcyeri, kërceu edhe Emreja, po e kisha lënë kamerën në makinun që t'ja u tregoja. E kam edhur në fakt në Instagram, kështu që do vendos një snippet të vogël këtu. Ta shikoni, mësoj balle. Pas kaq kohësh
që Emreja pas ka qenë folklorin e shkollës, edhe dinte po thjesht nuk mante mend. Nejse, tani erdhëm bëjmë një xhiro këtej nga Korça, të shikojmë zbukurimet që ka vendosur këtu te pazari, në vend medane nga katedralja. Sa lezetshme pas kanë bërë? Këtë në fakt kështu e vendosin vit për vit, ë? Ja, edhe këtu te Hani që bëjnë fotografit. Dhe pemët andej kanë zbukuruar të gjitha. Kjo pjesa këtu është ajo e preferuara ime, kjo rrugica këtu, se gjithmonë ka zbukurime të bukura sipër. Të shikojmë si e kanë bërë këtë vit. Rakia içtiğimden değil ama geğirdikçe sarhoş oluyorum. Oh, sa bukur. Emre si dham shot, i dham kështu raki që e qerasën edhe e piu si shot rakin. E thot, nuk u piva, nuk u bëra tap nga rakia, thot që piva ashtu, po bëjmë tap nga që po gromësit, edhe po më vjen prap rakia të unda edhe të goja. Shumë bukur. Bendin, me të pëlqeu? Po. Do foto? Po. Ajt. Arritëm në shtëpi në fund. Mami me Aleksin ishin në Kostur, ishin në Greqi, edhe më kishin marrë një advent kalendar me Kinder, sepse ky është i vetmi advent kalendar që mund ta afordoj më. Do ta hapim bashk. Kjo që nga dhe kështu që varet. Do ta hapim bashk, do hapim disa tani. Se në Kinder i shtërë, mos më të në. Ore, a e gjeta. është një që këtu. Tani këto, të tëra njësër janë, qefi për ta hapur një advent kalendar. Një bon. Dyshi, pak më lartë. Një çokoladë këtil. Mini Kinder chocolate. Po kusohu. Nëjse do shikoni pastaj. Këtë dyshi. Historikisht kam patur qejf se kisha një advent kalendar me gjëra të bukura, me gjëra kështu make-upi, pavarësisht se unë nuk jam shumë e dhënë pas make-upit. Tani di si shpuna. Do t'i hap fare sipas radhës, do t'i hap, domethënë sipas numrave, po do t'i hap kështu sipas radhës. Pas ka marruar dy. Shikoni, u deshe hodhëm. Ka marruar dhe një tjetër, jo. Në dosh është. Morëm edhe bombonjeka. Tani, nani, se nese jemi për vërtet e parukjerja që në pikë mëngjes. The next morning. Me mëngjesi. Bëm gati tani shpejt e shpejt. Sepse kemi lënë orar të Jola në orën 9, ora është 9:20. Jola në fakt në thanë që ose keni mundësi hajdeni më shpejt se kishte marruar me Sara. Sara, Muska, ishte nisur. Kishte bërë make-up edhe flok të Jola dhe ajo. Edhe tani po prisim të vitin a marrë babi që të na çojë. Se ti më gjatë të mua. Se ka veshur tër këto agza të larta. Shikoni pak çfarë kohë është këtu në Korçë. Ama ka lezet koha kështu këtej. Jo si në Tiranë. Në mëngjes! Erdhëm në Jolka! Pritje ka Glamour Beauty. Glamour Beauty. Ikëm tash të takojmë t'Jolën. Pa heqim mjekrën e mustaqet. Puna e parë, mbaroi. Con cuántas fotos me llevo a ese bombón y dedícame de una vez. Vaya qué imaginación que tiene la chamaquita y ese floater, Tú eres mami, que si tú quieres nos volamos pa' Miami. Yo solo pa' ti, que todo lo quise nos gastamos esa money. Pegadita
Më në fund, u bëm gati shpejt, jemi bon në fakt. Duhet kishim mbajtur atë në orën 11, është ora 11:52. Nusja na mori në telefon, ku jeni? Tha, pse jeni vonuar kaq? Po çfarë të bëjmë tani? Këto janë oraret. Ne shkojmë u nisëm aty ku niset e Sara, ku nis Nusja, tash duhet mbaronte Nusja, pastaj të vinim neve. Çfarë bëjmë? Fustanka e bukur që do t'ja tregoj pastaj kur të zbresim. Flokët, paktën sa të arrim bëjmë ndonjë foto të bukur. Aşkım, güzel mi oldum? Evet. Ama makyajını yine beğenmedim. Nasıl ya? Niye? Çok koyu kullanıyorsun aşkım. Açık kullan diyorum sana her seferinde. Açık mı? Light color seç. I pëlqejnë ngjyrat e hapura. Thot, mos përdor me ngjyrat e errta, më thot mua, të kam thënë disa herë thot. Me shkujt. Dale çik Redioni, të lutem. Redioni, si është veshur Redioni, s'është ai që shikoj me tuta. Elena je shumë e bukur. Dale tirita. Cute. Mami na prezanto me të afërmit. Dona është Nusja e djalit të Allës të Dajovicës time. Edhe është ndjekësja ime. Shumë faleminderit. E përshëndese dhe çupën, Kamelën e përshëndese, puth fort. Shikoni ç'bëhet këtu. Bomba e robave i ka rëndomës. Tani ne sa po erdhëm në shtëpi, direkt pa e menduar fare që duhet ju tregoja juve fustanin, u ndrova sepse kisha kaq ftohtë, u thava plevitosa, po gjithsesi do ju vendos disa fotografi ose nëse doni mund të shkoni dhe t'i shikoni në Instagram, sepse kam bërë një post. Aty do shikoni fustanin edhe timin edhe të Marijës edhe të Aleksis që e morëm me qira si që tham. Nuk filmova thuajse fare, sepse kam kërcyer shumë edhe në fakt që është e vërteta nuk doja që të merresha, jo po më filmo, jo po e ve këtu kamerën, janë dhe po këtë, domethënë ka filmuar shumë pak fare. Duhet të heq make-upin, po nuk dua ta heq sepse jam shumë e bukur. Edhe floçkat në fakt më mbajtën. Mbajtën goxha. Që është e vërteta. Që jam surprizuar. Më duke se sikur po binden qik për sa i përket ondeve. U kënaqem edhe i urojmë Sarës të trashëgohet e mbare mirë dhe jetë të lumtur me burin e saj. The next day. My life, I would like to thank my mom, my dad. Po prit se ti e një sa herë që unë se kam shtypur. I don't care. Thuaj edhe I don't një. care. I would like... Jeez, I don't know where to thank. My mom, my dad, my sponsors, the producer. What else? I don't know who else. I got Hollywood, of course. Thank you, Hollywood, for having me. Beyonce, thank you Beyonce. Tani që thoni juve, mirëmëngjesi, është ditë e tillë, është dita e nesërme, pas dasmës. Edhe ne kemi dalë për një kafe të shpejt me Randon. Randon News besoj se keni parë ndonjëherë. Ke dalë ndonjëherë në kanalin tim? Jo. S'ke rastisur asnjëherë më duket, jo. Randoja është djali i tezes së mamit që me rregull treshi i bie Daja Toni.
You know it, motherfucker. Where you from? E ka qef kur I them Yeah, Dajo we're from- Rando. Amo mirë. Çokolada jote. Kjo është filtri. Uji I bashkisë. Të janë ujni bashkisë për djalin edhe për vajzën aty. Kjo është qumshi përsëri për filtri. Edhe për utin. Kjo është tendja pas e personale. Faleminderit vlla. Sa për këti? Unë për derë vdes. One eternity later. Ja dhe dasma mbaroi, udhëtimi në Korçë mbaroi, sapo erdhëm në shtëpi, u ndruam një çik, Emreja siç e shikoni është shtrirë këtu edhe po luan PlayStation. Kurse unë çfarë do bëj unë? Do I futem shtëpisë, të bëj punë, duhet të laj tualetin, duhet të mbledh rrobat që ndeva kur ika, inshallah janë tharë me 2 ditë jashtë. Shqyr zotit, datën 31 ne kemi pushim nga puna, kështu që kemi punë vetëm ditën e hënë edhe të martë, edhe do kaloj shpejt kjo java. Dua t'i tregoj pak një gjë të bukur që më mori mami kur kishte vajtur në Greqi këtë fundjavë me Alex, jo këtë fundjavë, të premta të enjtë se kur vajte. Mori këtë dërrasën e madhe që mban laptopin, edhe këtu ka për të vendosur iPadin, në qoftë se ka iPad, edhe këtu pastaj vendos tastierën, këtu vendos telefoni, ka edhe këtë të mouse-it, ka edhe këtë që këtë sfungjerin me copë që mos të lodhet dora, edhe ka edhe këto sfungjerkat që janë njëra pak me madhe, tjetra me vogël, që e vendos këtu tek prehëri në këmbë dhe mos të vriten këmbët. Se me atë që kisha, nuk di se si të modifikohem. Më pëlqen shumë kjo që ka edhe këtë të mouse-it këtu, do e provoj kur të filloj të editoj videon që duhet hedh këtë javë. Inshallah, bën punë tamam. Kështu në prehër ishte shumë e mirë, rinte shumë rahatshëm. Guys, kemi disa të reja. Unë dhe Emreja sa po u kthem nga palestra. Sot shkova dhe bera abonim 4 mujor për të shkuar në palestra, aty ku shkon edhe Emreja, do shkojmë bashk. Unë, Emreja edhe Buraku. Buraku është shoku jon. Shikoj si është e ftohta. E kam të mpirë, shi si jam skuqur. Po, vendosa që të filloj palestër, sepse nuk shtyhet me këtë trup që unë kam verë. Okej? Më pëlqen që kam shtuar peshk, kisha shkuar 64 kg. 64 kg. Nam i zi. Nam i zi. Maksimumi që unë kisha qenë ndonjëherë në jetën time që mundezën alarmet prap, kishte qenë në 2021-shin dhe kisha shkuar 54.8. Tani jam 64. Isha 45 vjet në këto vakte. Kuptoni ju se ç'bëhet? Palesën kisha për ta filluar më përpara, e kisha menduar, po nuk po bëheshin mbar. Pastaj e filloi dhe Emreja, edhe aty ku e filloi Emreja, e fillova dhe unë, duke qenë se ishte edhe në ofertë 3 muaj edhe 1 muaj falas, thash po vite po e bëj që tani pagesën, edhe vitin tjetër do e filloj me këmbë të mbar 2026-ën dhe e kam ndarë mendje do bëj trup. Tani, bëra ca blerje tek Rossmani edhe tek Bigu. Te Rossmani, po ja u tregoj dhe juve, do t'i provoj dhe vetë. Kështu që mos ma meni për bazë, thjesht po ju tregoj se çfarë mora. Mora disa servieta të reja ose piceta ose nuk e di, lini si quani juve. Kam dëgjuar që kjo firma Fasel është shumë e mirë dhe shumë ekonomike. Kjo ishte 95 lekë, ishte bërë me ulje, kurse këto të tjerat ishin 965 lekë të reja. Tani, unë mora një lloj për natën, mora këtë që është extra long, mora edhe të tjetrën që është extra long, ekstra të gjata. Mora 4 lloje të ndryshme, domethënë, për t'i provuar, për të parë se cilat janë më të mira. Me sa kam parë vajzat në Instagram që i përdorin, thonë që ja kalon carefree, ja kalon always, ja kalon everyday, e më the të thash. Edhe mora edhe këtë llojin e tillë, këto ditore që quhen. Mora këtë sepse kjo përdorej, bëj 2 domethënë, edhe për mbathje normale dhe për G-string, për tanga. Tashi jemi vajza, kështu që do ja tregoj se çfarë do përdorim. Në supermarket morëm santal edhe një
panetone të vogël e mora këtë radhë, se nuk e dija nëse ishte mirë dhe do më pëlqente apo jo. Po di që kjo firma Baloko është shumë e mirë. Kaq këtu, ndërkohë, te Secret Santa, durata që më kishte bërë mua një kolege, ishte ky shalli i butkë, shumë i lëmuar. Nga që e dita që ke ftohtë, edhe prandaj të mora shall. Që është e logjikshme. Dhe pakoja e fundit që erdhi nga Temu me kasat e tjera, kasat e fundit që porositëm. Unë i kam shumë qef kasat që janë kështu chunky, të mëdhaja. Kështu që edhe këto ashtu i kam marrë. Kjo pas ka një qeskë këtu që duhet t'ja heq. Okej. Ku është telefoni? Ku është telefoni? Atë kasën e zezë që ju tregova në fillim të videos, i e lash mamit. Tani po përdor këtë, edhe kjo e tregon telefonin shumë të madh, shumë i lezetshëm. Ja. Okej. Edhe kjo tjetra prap është chunky, kjo është kështu. Gradient. Emreja është komplet e kundërta ime, i ka qef shumë fine, shumë të holla. Kurse mua më kap ankthi me këto të o zoti më holl. O zoti më holl, kjo nuk mbron asgjë. Nuk e di se pse e zgjodhi këtë, nuk e di pse e mori. Nuk mbron absolutisht asgjë. Ua, u hap kjo. U hap kështu kjo. Shi. Kjo e mres është e hapur këtej e gjitha, e hapur këtej e gjitha, e hapur këtu, e hapur këtu. Nuk mbron absolutisht asgjë, po fiksimi i tij ky është, që t'i ketë të tilla. Këto ishin mbledhjet për sot. Dhe me kaq mbyllet dhe kjo video. Do të shihemi në videon e radhës. Ju përpara se të largohem, e dini shumë mirë që të më suportoni mua, të më jepni pak kurajo, të më motivoni që unë të bëj video më tepër. Duhet të më bëni subscribe, like, të më bëni komente, në qoftë se doni të më ndihmoni akoma më shumë, t'i shpërndani videot e mia me shokët, shoqet tuaja, që të kem sa më shumë shikime dhe sa më shumë ndjekës. Edhe bashkë të shihemi në videon e radhës. Ju put dhe ju përqafoj të gjithëve. Mua! Bye!